Shikuesa ABC News, u takuam sërish bashkë, kemi tashmë në edicionin e mesditës për të parë zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Banka e Shqipërisë hyn në shekullin e 2 të funksionimit të saj. Kryeministri Edi Rama tha në këtë 100 vjetor të Bankës Qendrore se është një institucion që na përfaqëson dhe duhet të shoh para drejt risive teknologjike. Guvernatori Gent Seko theksoi se ky institucion është përballur me shumë problematika, ndërsa vuri theksin tek inovacioni, i cili po kthehet në një sfidë të vërtet për biznesin. Banka e Shqipërisë feston 100 vjetorin e krijimit. Kryeministri Edi Rama nxori në parë rolin kyç të Bankës së Shqipërisë në stabilitetin ekonomik të vendit dhe zhvillimin e tregut financiar, ndërsa nënvizoi sfidat e reja që po sjell digitalizimi, inteligjenca artificiale dhe kriptomonedhat. Sipas kreut të qeverisë, krahas politikës monetare, tashmë Banka Qendrore duhet që të ndërtojë mekanizma të ri kontrolli në drejtim të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Inovoj edhe të shoh me kurajo ato risi që sjell e përditshmja në zhvillimet e teknologjisë dhe do të mundet kështu të ruaj ekuilibrat duke shtyrë përpara zhvillimin dhe duke mos lejuar që gjithë këto potenciale të jashtëzakonshme që sjell bashkërisja dhe veta, zhvillimi i teknologjisë dhe hyrja në jetët tona e inteligjencës artificiale të mbeten jashtë rrezës së veprimtarisë dhe të veprimit saj të përditshëm. Guvernatori Gent Seko prezantoi rrugën e vështirë dhe sfidat me të cilat është përballur Banka e Shqipërisë në një dekadë, duke u ndalur në zhvillimet e fundit që lidhen me digitalizimin dhe integrimin e vendit në BE. Digitalizimi i vazhdueshëm i sistemeve të pagesave, evoluimi i shpejtë dhe rritja e përdorimit të teknologjisë blockchain, të aseteve digjitale dhe të financës së decentralizuar ka përfitimet dhe rreziqet e veta. Përfitimet e inovacionit vijnë nga reduktimi i kostove dhe zgjerimi i aksesit të financë, çka rrit eficiencën e industrisë financiare dhe kontributin e saj në zhvillimin e vendit. Nga ana tjetër, rreziqet potenciale burojnë si nga ndikimi negativ që ky inovacion ka në modelin e biznesit dhe bilancet e ndërmjetësve tradicional financiar, ashtu dhe nga eksperjenca e pakët rregullatore e publikut të gjerë, por edhe operatorëve të kësaj industrie. Sipas guvernatorit Gent Seko, ekonomia shqiptare ka krijuar stabilitet. Përkundrazi, besimi i investitorëve vendaze të huaj, sistemi financiar shqiptar ka ardhur në rritje. Kjo dëshmohet nga rritja e investimeve të huaja, nga rritja e besimit të publikut në monedhën vendase dhe institucionet financiare shqiptare, si dhe nga reduktimi i primave të rrezikut. Në përvjetorin një shekullor të bankingut qendror shqiptar, Banka e Shqipërisë ka emetuar monedën përkujtimore pa kurs ligjor, 100 vjet Banka e Shqipërisë 1925-2025. Moneda simbolizon rëndësinë e institucionit të Bankës së Shqipërisë dhe përkujton ngjarjet kryesore që kanë shënuar zhvillimin e saj ndër vite. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Atëherë, në këto momente do të jemi me kolegun Ervin Leka për të folur në fakt për 2 seanca paralele për ish presidentin Ilir Meta. E para në gjykatën e apelit për të shqyrtuar kërkesën e tij për ndryshim të masës së sigurisë, e po ashtu është një tjetër kërkesë po Ilir Metës, por që lidhet me seancën paraprake. Megjithatë, do të jemi me kolegun për të na sqaruar në këto momente. Atëherë, Ervin, sepse bëra një lapsus në fakt sa i përket dy seancave për Ilir Metën. Seanca e parë ose më saktë kërkimi i gjyqtares Saida Dollani lidhet me seancën që po zhvillohet ose që pritet të zhvillojë për ndryshimin e masës sigurisë apo jo?
Pikërisht në fakt ka qenë rreth orës 10 edhe zhvillimi I kësaj seance në gjykatën e posaçme të apelit, ku pritej pra të shqyrtojë kërkesa për sa I përket Ilir Metës për zvendësimin dhe heqjen e masës së sigurisë së arrestit me burg, por kjo seancë është shtyrë në gjykatën e posaçme të apelit me kërkesë të avokatit të Ilir Metës për përjashtimin e gjyqtares së posaçme Saida Dollani me argumentin se edhe muajin e kaluar ka rrëzuar një kërkesë për revokimin e masës së sigurisë dhe nuk mund të jetë e njëjta gjyqtare që merr 2 herë në shqyrtim një kërkesë të bërë nga Ilir Meta për zvendësimin e masës dhe heqjen e masës së arrestit me burg. Pra të paktën ky ka qenë pretendimi I bërë nga avokatët, që ka solli edhe shtyrjen e kësaj seance për kërkesën e Ilir Metës për zvendësimin e masës së sigurisë dhe seanca e radhës pra në gjykatën e posaçme të apelit do të mbahet me datë 14 nëntor ora 9. Në fakt Fabiola, siç e thatë edhe ju, ka zhvilluar edhe një tjetër seancë tashmë në gjykatën e posaçme për sa I përket seancës paraprake në ngarkim të Ilir Metës dhe të panderëve të tjerë për kalimin apo jo të dosjes në gjykat, pra dhe për gjykim, por edhe kjo seancë është shtyrë dhe pikërisht shkaku është bërë avokati Ilir Metës që ka kërkuar përjashtimin e një tjetër gjyqtarje, pra tashmë të Irena Gjokës që ka pasur pra për të marrë në shqyrtim edhe nëse kalon apo jo dosja për gjykim. Sipas zakranit për avokatit të Ilir Metës, Irena Gjokë është një person në hetim dhe nuk mund të vendos në favor të Ilir Metës përderisa kohë po hetohet nga ana e prokurisë së posaçme SPAK. Një tjetër, pra kur u ndal edhe zakrani ishte se prokuria e posaçme SPAK, pavarësisht se janë mbyllur hetimet, ka sjell një provë të re për sa I përket edhe lobimit të lëvizjes socialiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa I përket një personi që të paktën sipas SPAK pretendohet se është I afërm I Monika Kryemadhit për sa I përket këtij lobimi, por sipas tij nuk ka pasur asnjë faturë të lëshuar me firmën e Ilir Metës. Rrjedhimisht kjo ka sjell edhe shtyrjen e kësaj seance, pra kërkesa për kthimin në SPAK të plotësimit të hetimeve, por edhe përjashtimit të Irena Gjokës dhe tashmë seanca radhës pritet të mbahet me datën 17 nëntor nëse do të kaloj apo jo për gjykim edhe dosja pra Ilir Metës apo do të pranohet gjykata pra edhe kërkesën e avokatit për përjashtimin e Irena Gjokës. E kuptoj. Mirë, Ervin, të falenderoj. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë të sqarimin e seancave të Ilir Metës ditën e sotme. Kalojmë tek Erion Velia, I cili vijon të jetë në qeli, por në detyrë. Ai jep urdhrin e parë nga burgu pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin e tij në detyrë të Kryebashkisë së Tiranës. Velia përmes një shkrese kërkon nisjen e punës për dekorimin e kryeqytetit me rastin e festave të fundvitit. Pas rikthimit në detyrë nga gjykata kushtetuese, Erion Velia I ka dhënë urdhrin e parë nga qelia. Në dokumentin që mban firmën e tij, kërkohet ndërmarrjes së dekorit dhe eventeve, të nisë përgatitjet që Tirana të jetë gati për të pritur festat e fundvitit. Velia I kërkon që rrugët dhe sheshet e kryeqytetit të zbukurohen dhe ndriçohen në mënyrë që Tirana të vijojë të jetë një atraksion turistik. Por ky urdhër I Veliaj pak ditë pasi gjykata kushtetuese e la atë në detyrë, më shumë se një kërkesë për përgatitjet e Tiranës për fundvit, lexohet si një mesazh politik se ai do të vazhdojë përpjekjet për ta drejtuar bashkinë nga burgu I Durrësit. Së fundmi Veliaj ka patur disa përplasje në distancë me Edi Ramën, të cilin e ka bërë fajtor për burgimin e tij me qëllim që ta largojë nga drejtimi I Tiranës, ndërsa shefi I qeverisë ka përsëritur disa herë që Tirana nuk mund të drejtohet pa një kryetar në zyrë. Ai ka lënë të nënkuptohet se nuk do të heqë dorë nga përpjekjet që kryeqyteti të shkojë në zgjedhje dhe për këtë ka angazhuar të gjithë deputetët e strukturat që të jenë në terren për të dëgjuar problematikat dhe hallet e qytetarëve. Zjarri përfshiu një mobilëri në qytetin e Vlorës në orët e para të mëngjesit. Flakët janë përhapur me shpejtësi në ambientet e brendshme të biznesit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Zjarfikësi lokalizuan flak duke penguar përhapjen e tyre në katet e mësipërme të ndërtesës, ndërsa po hetohet për zjarrvënie të qëllimshme. Zjarri përfshiu një mobileri në qytetin e Vlorës në orët e para të mëngjesit të së martës. Flakët u përhapën me shpejtësi në mjediset e brendshme të katit të parë të biznesit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Zjarfikësit lokalizuan flakët dhe penguan përhapjen e tyre në katet e tjera të mobilerisë. Po dëmi nuk është për ndonjë llogaritje, po duhet të shkojë aty
3 milion lekë të reja afërsisht, me këto si përfaqësore që ka. Policia e Vlorës po punon për të zbardhur shkaqet e zjarrit, i cili dyshohet të jetë i qëllimshëm. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë. Në pamjet e filmuara prej tyre duket një person i maskuar, i cili fillimisht godet derën e mobilerisë dhe më pas hedh lëndë djegëse në mjediset e brendshme të biznesit. Pronari i mobilerisë thotë se nuk ka konflikte. Unë nuk kam ndonjë konflikt dhe nuk jam njeri konfliktuar, jam shumë paqësor, megjithatë mendoj që ja lë drejtësisë këtë shërbim, i cili është i detyruar ta bëjë sepse kamerat janë aty, personi është i dukshëm. Dhe mendoj se shumë shpejt do zbardhet ngjarja. Kjo nuk është hera e parë që ky biznes në Vlorë përfshihet nga flakët. Mirë, në këto momente ne do të ndjekim drejt për drejt mbledhjen dhe punimet në fakt për Komisionin e Posaçëm të reformës territoriale që është duke u zhvilluar në këto momente. Sigurisht, ne kemi treguar tashmë dhe në diskutimet paraprake gjithë gatishmërinë për të ndërvepruar me institucione ndërkombëtare, me Kongresin e Autoriteteve Vendore, me Bashkimin Evropian drejt për drejt, me disa programe të rëndësishme, me disa nga partnerët të cilët kanë punuar në mënyrë qëndësishme gjatë kësaj kohe në pushtetin vendor. Sigurisht ku dy më kryesorët është qeveria zvicerane dhe ajo suedeze me dy programe të rëndësishme që kanë pasur në mbështetjen dhe sigurisht në mënyrë më të normale, në mënyrë horizontale me të gjitha institucionet e vendit për të siguruar që të ndërlidhim në mënyrë më të mirë të mundshme kompetencat që bashkitë kanë, territorin dhe mundësitë administrative që ato kanë. Objektivi final është që të krijojmë një reformë ku të sigurohemi që të kemi institucione të afta, eficiente dhe demokratike. Të sigurohemi që të kemi njerëz të struktura që të jenë pranë njerëzve, të dëgjojnë problemet e njerëzve, të përfaqësojnë shqetësimet e tyre, por të jenë dhe të aftë në të njëjtën kohë për t'ia zgjidhur në mënyrë eficiente problemet. Është e rëndësishme të themi edhe dy gjëra, besoj dhe për si kemi ardhur këtu. Të kemi parasysh që para fiks 10 vjetësh është bërë një reformë tjetër shumë e rëndësishme. Disa nga anëtarët e komisionit kanë qenë pjesëtarë dhe të reformës së vitit 2014, një reformë që unë besoj ishte e jashtëzakonisht e rëndësishme, e cila e çoi strukturën nga 373 njësi të vogla në 61 bashki. Ajo reformë ka pasur një seri efektesh shumë të mira për vendin tonë. Mjafton të jap disa numra, të cilat besoj që janë të rëndësishme për të krijuar një kontekst të mënyrës si kemi ardhur nga 2014 këtu, të cilat mund të jenë dhe një indicje e mirë për si mund të ecën përpara. Në këto vite buxhetet vendore janë dyfishuar. Pra, në raport me 2014-ën, sasia totale e fondeve që bashkitë kanë dispozicion është 2 herë më e madhe. Borxhet e pravambetura janë ulur me 60%. Investimet janë rritur pothuajse me 3 herë. Pesha e pagave brenda buxhetit të bashkisë ka rënë nga 70% në 43%. Të ardhurat e veta janë trefishuar nga 11 miliard lek në 35 miliard lek në 2023. Një dëshmi e qartë e faktit që ka funksionuar në mënyrë më efektive gjithë qeverisja vendore. Sasia dhe cilësia e shërbimeve është rritur. Shpërndarja në territor e këtyre shërbimeve është rritur. Mundësia e bashkive për të filluar dhe të menduar në terma europian ka filluar me faktin që një pjesë e madhe e bashkive ja dalin të marrin projekte në kuadër Bashkimit Evropian. Vitin e fundit, totali i fondeve të tërhequra nga projekti Bashkimit Evropian nga bashkitë e vendit i afrohet 50 milionë euro, që është një financim i qëndësishëm dhe tregues që disa bashki ja dalin në atë rrugë. Po jo të gjitha ja kanë dalë. Ndaj dhe bashkitë ende kanë një seri sfidash të vogla që ne duhet t'i trajtojmë rrallë. Spari ka të bëjë me demografinë dhe lëvizjen e popullsisë, që thot tipologjia e shërbimeve, mënyra se si aksesohen këto shërbime, tipologjia e ekonomisë që zhvillohet në një territor caktuar është ndërvarur tashmë nga demografia që ajo zonë ka
dhe kjo është një element që duhet marrë në konsiderat. Të dhënat e censit të 2023-shit janë të dhënat rëndësishme që ne duhet i përdorim për të vlerësuar lëvizjen demografike në territor dhe mënyrën më të mirë për t'i ofruar shërbime qytetarëve tanë. Bashkitë duhet të jenë gjithmonë më shumë, jo thjesht struktura përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve, për pastrimin apo riparimin e ndriçimit apo punë të përditshme komunale, të cilat padyshim që duhet i bëjnë se është detyra kryesore e bashkive. Por bashkitë duhet fillojnë gjithmonë më shumë të luajnë një rol të rëndësishëm si faktor të zhvillimit ekonomik të territorit tyre. Të jenë aktor që mendojnë në terma si zhvillohet ekonomia, si vinë më shumë investitorë në zonë, si kryejnë më shumë biznese, si kryejnë më shumë punësim, dhe të kenë gjithashtu një rol aktiv duke marrë pjesë në mënyrë aktive në zhvillimin ekonomik të territorit tyre. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne sigurohemi që qytetarët shqiptar kenë akses në shërbime. Mënyra se si bashkitë i ofrojnë shërbimet dhe mundësia që t'i japin qytetarëve për t'i aksesuar këtë shërbime është një çështje që unë besoj që Komisioni duhet ta vlerësojë në tërësi dhe të sigurohemi që të gjejmë mekanizma apo modele që këto shërbime të jenë më të shpejta dhe më të afërta. Duhet gjithashtu ka ardhur koha që ne të shohim edhe për një arkitekturë të re të qeverisë vendore, që i përgjigjet në mënyrë të qartë sfidave që kemi përpara. Jo thjesht gjeografike, por më shumë të funksionale. Duhet të synojmë që të kemi bashki të cilat jenë financiarisht qëndrueshme dhe të sigurohemi që i kanë mjetet e nevojshme, qofshin këto nëpërmjet mënyrës se si financohen nga taksat dhe tarifet vendore, por edhe nga mënyra se si qeveria i financon nëpërmjet grantit, për t'i kthyer ato në më të qëndrueshme dhe më të parashikueshme. Shumë e rëndësishme ne të shohim se si duhet pushteti vendor të ndërveprojë në mënyrë më të qëndrueshme me shërbimet e reja digjitale. Teksa është bërë një hap goxha i madh në ofrimin e shërbimit digjitale në nivel qendror, nuk është ndjekur e njëjti shpejtësi në nivel vendor dhe bashkitë dhe pushteti vendor duhet dhe mund të ketë një përshpejtim të mënyrës se si ofron shërbime digjitale dhe transparente. Gjithashtu është shumë e rëndësishme, e them edhe një herë si pikën më të rëndësishme, ne na duhet të kemi struktura vendore të afta që t'i përgjigjen sfidave që sjell për vendin procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sërish si pikë fundore dua të them që ne do të mbetemi gjithmonë vimësisht shumë të hapur për të bashkëpunuar së pari me opozitën, siç u tregua kjo në mënyrë të qëndrueshme me faktin që të gjitha kërkesat që opozita pati në procesin e krijimit të komisionit janë adresuar nga ana e maggjorancës. Dhe kjo frym synojmë të vijojë në vimësi. Vjen keq që sot antarët e Partisë Demokratike nuk erdhën në këtë takim. Shpresojmë që kjo të vijojë dhe të mos jetë një problem dhe të kthehet në një mekanizëm që në vimësi të kemi bashkëpunim dhe ndërveprim. Synimi i këtij komisioni duhet të jetë jo si të zgjidhim një problem politik, por si të zgjidhim një problem administrativ institucional për t'i ofruar shërbime të qëndrueshme qytetarëve të gjithë vendit në çdo zonë. Dhe të krijojmë një mekanizëm që t'i ofrojë qytetarëve shërbime jo thjesht në vitin e ardhshëm, në 2 vjet e ardhshme, po në 10-20 vjet e ardhshme, në mënyrë eficiente dhe efikase. Kështu që këto janë besoj thelbi i asaj që doja të thoja sot. Nëse dikush nga antarët ka diçka për të shtuar ose për të thënë, do ta vlerësoj shumë.
Mirë vijon diskutimi në këtë komision të reformës territoriale, ne rikthehemi zhvillimeve tona në Korçë, ka nisur dhe ka interes të shtuar në fakt për paketën e qeverisë që synon të nxjisë turizmin dhe investimet në zonat malore të vendit të njohur si paketa e maleve. Procesi i shqyrtimit të kërkesave do të vijojë pas miratimit të zonave të zhvillimit nga Këshilli i Ministrave, ndërsa deri tani ka të paktën 80 aplikime për të qenë përfitues të kësaj skeme. Bashkia e Korçës ka identifikuar disa zona me potencial të lartë për zhvillimin. Bashkia e Korçës ka nisur zbatimin e paketës së maleve, një nismë e qeverisë shqiptare që synon të nxjisë zhvillimin e turizmit në zona të ndryshme të vendit, duke u dhënë mundësi investimi personave që janë posedues faktik të pronave, por që nuk i zotrojnë me dokumentacion të plot. Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo, tha se procesi po ecën me ritme të shpejta dhe se bashkia ka identifikuar 4 njësi administrative me potencial të lartë turistik. Bashkia e Korçës, duke e vlerësuar shumë këtë projekt dhe këtë instrument të rëndësishëm, ka filluar punën edhe në zbatim të kuadrit ligjor, fillimisht duke përcaktuar zonat që kanë potencial të zhvillimit të turizmit. Zonat që janë përcaktuar nga ana jonë ndodhen kryesisht në njësinë administrative të Voskopojës, në njësinë administrative të Drenovës, pjesa e Dardhës dhe zona rreth saj, si dhe në njësinë administrative të Vidhkuqit, një pjesë e kësaj njësie, dhe në njësinë administrative të Lekasit. Aktualisht janë rreth 80 kërkesa që kanë ardhur. Filo theksoi se procesi i ushqyrtimit kërkesave do vijojë pas miratimit të zonave të zhvillimit nga Këshilli i Ministrave, ndërsa aplikuesi duhet përmbushin kriteret ligjore për të qenë përfitues të skemës. Kuptohet që kërkesat duhet të përmbushin këto kriteret që i përcakton edhe kuadri ligjor të qenit posedues faktik, që do të thotë ose duhet të jenë të lidhura me një aktivitet që po zhvillohet për një periudhë më të gjatë se 10 vjet në këtë zonë ku do të bëhet aplikimi, ose ai që aplikon duhet të ketë një dokumentacion që të justifikojë një lloj pretendimi të pronësisë. Në fazën e parë, bashkia ka dorëzuar dokumentacionin paraprak pranë Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe po bashkëpunon me kadastrën për të sqaruar statusin pronësor të zonave të identifikuara. Pas kësaj faze, çdo aplikim do shqyrtohet rast pas rasti nga bashkia dhe do i përcillet për miratim Këshillit Bashkiak. Dhe me këtë lajm kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës, por për më tepër ju mund të klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime, gjithashtu në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Pas pak do të vi kolegu Nertan Prifti në Sport Center. Faleminderit që na ndiqni.